Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka hapur zyrtarisht procesin për zgjedhjet e parakohshme të datës 7 qershor, me fushatën e cila pritet të nisë më datën 28 maj. Kostoja e organizimit ka vlerën mbi 10.8 milion euro, ndërsa skena politike ka hyrë në fazën e negociatave. Partitë kryesore kanë intensifikuar kontaktet për bashkëpunime të mundshme. Lidhja Demokratike e Kosovës po synon për një bashkim të spektrit djathtë, ndërsa takimet mes drejtuesve politik kanë nisur të japin sinjale për koordinim, donse pa marrëveshje konkrete deri më tani. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka përjashtuar mundësinë e koalicioneve parazgjedhore, por mbetet e hapur për përfshirje individuale në listat e saj. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje po vijon modelin e bashkëpunimit me aleat të vegjël, edhe pse zhvillimet e fundit kanë sjellë përçarje në disa prej tyre. Zgjedhjet e reja u imponuan mbas dështimit të kuvendit për të zgjedhur presidentin, duke futur vendin kështu në një tjetër cikël elektoral me baza të paqarta politike.